Po mesazhi jam në këtë protest është më tregu që ushtria shtrimtare e Kosovës është prej vlerave më të larta që ka kriju populli i Kosovës. Dhe nuk ka gjykat, nuk ka prokurori as mekanizëm që mundet me njollos luftën tonë për liri dhe veçmas, as që mundet me njollos, me gjyku, as me dënu krerë të ushtrisë shtrimtare të Kosovës. Unë mendoj që në një gjykat dhe një institucion serioz të drejtësisë, veçmas, dëshmitaret e prokurorisë nuk do të mund të dilnin të bënin horë një institucion prestigjioz të drejtësisë, siç do duhet të ishte gjykata speciale. Në gjykatën speciale ka dëshmitar që e akuzon Hashim Thaqin dhe të tjerët që nuk e kanë ditur ose nuk kanë marrë masa ose pse nuk janë interesuar kur dikujt ju ka vjedh edhe mzati. Pra, ata në gjykatën speciale akuzohen për krime lufte, ndërsa dëshmitarët e prokurorisë flasin për një kafsh gjojat të pretenduar të vjedhur diku në një bjeshk a një po në periferi të Kosovës. Po më besoj që ky shesh do të mbushet për arsye se ushtria shtrimtare e Kosovës nga këtu e ka pas burimin, nga këtu e ka pas mbështetjen dhe nga këtu i ka ardhur fitoria. Shqipëria me lejen e Zotit ka qenë dielli që na ka ngrohur dhe do të na ngrohë gjithmonë. Shënjestër.net